Jemi tek akrepi dhe shenja akrepi sot ka ditën e fundit të stinës së tij dhe nesër fillon shenja e shigjetarit. Dita e sotme për ta mund të vijë edhe me kriza, po edhe me mundësi të shumta. Në qoftë se jemi të vëmendshëm, detyrimisht mund t'i përkthejmë të gjitha këto në një mirëqenie vërtet shumë të madhe këtu, po flas në çdo aspekt jetës së tyre. Në këto momente shenja akrepit ka shumë të prekur shëndetin fizik, prandaj edhe nëse fokusohemi pak më tepër këtu, kjo është edhe fundjavë, edhe dita e sotme, edhe java në vazhdim mund të gjejmë zgjidhje shumë praktike bile. Ndërkohë që përsa i përket çështjeve sentimentale, është një nga shenjat që do të ketë më tepër fat javën që vjen. Dhe kohë të fundjavë do të këshilloj që të qetësohemi, të relaksohemi, në mënyrë që javën që vjen ta përdorim në maksimum. Është vërtet një javë vërtet shumë pozitive në çështje sentimentale, sepse mund të kemi njohje të shumta. Kjo do të na bëjë që të ndjehemi mirë, do të na bëjë që të ndjehemi shumë më tepër optimist dhe si rrjedhë mund të kemi edhe një rritje në mirëqenie sepse do të punojmë më tepër zell, le të themi, prandaj do të kemi mundësi edhe për rritje nga ana ekonomike. Okej. Lëm akrepin pas, shkojmë tek shenja e radhës. Shenja e shigjetarit ditën e sotme ka shumë të vështirë. Ka vërtet shumë të vështirë sepse bota e tyre po vlon në mënyrë vërtet literale, domethënë, është vërtet shumë problematike, duke qenë se dielli ndodhet në një pozicion që ata nuk e perceptojnë mirë, përballen me shumë armiqësi, dhe këto armiqësi mund të vinë më tepër nga vendi i tyre punës, pra nga kolegët e tyre, dhe duke qenë se nuk kanë që të perceptojnë mirë zgjidhjen, kjo mund të shpërndahet në pothuajse çdo aspekt jetës së tyre. Prandaj gjatë ditës së sotme shenjës së shigjetarit do t'i këshilloj që të jemi vërtet të tërhequr. Të fokusohemi tek bota jonë e brendshme se çfarë ne po ndijmë në të vërtetë në mënyrë që të mos reagojmë në mënyrë impulsive, ndërkohë që duke filluar nga dita e nesërme, të gjitha këto do të fillojnë që të kenë një shërim. Energjia e tyre do të rritet në mënyrë të dukshme, edhe pse drejtuesi i tyre Jupiteri është në retrograd, duke qenë se do të ketë kënde pozitive me shumë planete. Është një ndar këmbët e trekëndshit. Kjo do thotë një ndikim shumë i madh pozitiv për ta, sidomos në të ardhurat material do të vëmë re shumë më tepër dhe bashkëpunimet, të gjitha ato që deri në këtë moment ndoshta kanë çaluar apo nuk e dinin nëse ishin të sakta apo jo. Gjatë kësaj jave do të arrim që ta perceptojmë. Pra dita e sotme do të këshilloj që ta kalojmë me qetësi fundjavën, duke filluar që nesër mund të argëtojmë më të më çfarë të duam ne, por javën që vjen do të këshilloj që të fokusoheshim më tepër tek të ardhurat material sepse kemi më tepër fat këtu. Okej. Lëm shigjetarin pas për të vijuar me shenjën e radhës. Është Briciapi, i cili në këto momente, ditën e sotme mund të kemi pak kriza me shoqërinë. Duhet jemi shumë të vëmendshëm për këtë arsye, bile mund të kemi konflikte midis shoqërisë dhe personave të zemrës, si gjithmonë, të rriqemi mbrapa, dhe mundohemi që të mbajmë balancat. Është diçka që mund ta bëjë në këto momente sepse janë shumë empatik shenja e Briciapit. Dhe fokusimi kryesor do t'i këshilloj që pas kësaj ta vënë te shëndeti i tyre, si mendor, po ashtu dhe fizik, është në një periudhë shenja e Briciapit ku mund të perceptojë shumë mirë se ku vetë ka pasur probleme. Nuk mund të them që ka çelur, por ka pasur probleme që ndoshta i kanë shkaluar dhe mund t'i zgjidh me këtë. Do të kemi dhe ndikime përsa përket ardhur materiale ose më për krijimin e një stabiliteti në shtëpinë e tyre. Kjo do thotë që mund të kemi edhe ndryshime brenda shtëpisë. Këto ndryshime mund të jenë pak të papritur, prandaj nëse fokusohemi më tepër tek problemet një nga një, nuk bëjmë panik dhe mbi të gjitha siç e thash, nuk fokusohemi tek marrëdhëniet që kanë njerëzit me njëri tjetrin. Edhe për ta do të kemi më tepër mundësi që të zgjidhim problemet dhe të kemi një rritje konstante. Sidomos në lidhje me karrierën, gjatë gjithë kësaj jave, është një rritje vërtet shumë pozitive dhe do të marrin atë çfarë meritojnë. Ndërkohë që ditën e sotme jemi të kujdesshëm. Sot kujdes të tërë, sot që ka ditë kështu. Sot ditë kujdesi. Sot kemi diellin në kënd negativ me Uranin. Urani është planeti i çmendur, e kam thënë disa herë dhe krijon shumë probleme. Po ta fuz dikush në çmendin. Mirë të ishte. U mundua Saturni po se bëri dot. Okej. Ecim tek ujori? Ujori. Shenja e ujorit, duke qenë se drejtuesi i tyre që është Urani ka një kënd negativ sot. Po, ujorët urdhroni. Ndërë në kënd negativ, maksimumi. E ka me diellin që do të thotë kemi probleme të rëndësishme brenda shtëpisë, me familjarët tanë dhe në lidhje me karrierën, me prorët tanë, në qoftë se detyrimisht veprojmë në mënyrë impulsive. Pik. Kaq. Kjo është vetëm për sot. Vetëm për sot. Vetëm për sot. Duke filluar që nesër të gjitha gjërat do fillojmë të shikojmë në një prizëm tjetër. Duke qenë se dielli do të kalojë tek shenja shigjetare, që ka një kënd pozitiv edhe me shenjën e ujorit, për ta domethënë një fokusim shumë më i madh tashmë tek socializimi, tek shoqëria e tyre, që është shenjën e ujorit e ushqen, i bën vërtet shumë mirë. Dhe mbi të gjitha do të krijojë i njëjti diell dhe një kënd pozitiv me Plutonin që në këtë moment është i vendosur tek shenja e ujorit, prandaj dhe duke filluar që nga dita e nesërme kemi mundësi që të udhëtojmë, kemi mundësi që të argëtohemi, kemi mundësi që të fokusohemi tek pjesa më e lehtë, më pozitive e jetës.
Prandaj edhe nëse e kaloj me sukses ditën e sotme, duke filluar që nga dita e nesërme do të vit në rritje. Fundjavën do ta këshilloj vërtet që të kalojmë me shoqërinë tonë, ndërkohë që javën që vjen, detyrimisht do të këshilloj të fokusohemi tek problemet që mund të kemi në dorë sepse kemi aftësi për të zgjidhur ato. Kemi aftësi për të zgjidhur problemet që mund të kemi në të ardhurët materiale. Në këtë moment është fiks momenti që mund të shërojmë mënyrën se si ne i harxojmë dhe si perceptojmë paranë për shenjën ujore, prandaj të këshilloj që ta përdorim. Okej. Por shkojmë tek peshqit, shohim se si të ketë situatën. Për shenjën e peshqve, ditën e sotme mund ta kalojmë pak më lehtë, por gjithsesi do të këshilloj që mos bëjmë prej iluzionet që krijojmë vetë. Domethënë që ti perceptojnë, mundojnë të shikojnë gjërat ashtu siç janë në realitet, në mënyrë që të mos gënjehen nga edhe personat që kanë rreth, por sidomos nga vetja e tyre, këtë po e nënvizoj. Okej. Kjo është i vetmi kusht, në qoftë se e bëjmë këtë, pas kësaj për shenjën e peshqve, sidomos java në vazhdim, kemi fokusim shumë të madh tek kariera. Këtu mund të kemi një rritje kolosale, duke qenë se karriera do të rritet, do thotë që të kemi një rritje në mirëqenie. Menjëherë pas kësaj do të kemi edhe një rregullim të dukshëm të moralit të tyre të përgjithshëm, si edhe mund të kemi edhe fillimin e lidhjeve të reja. Është një periudhë vërtet shumë pozitive, duke filluar që nga dita e martë të tutje do të ndinë edhe më tepër këtë pozitivitet, pra deri ditën e martë edhe nëse gjërat janë pak a shumë nuk e din mirë se ku qëndrojnë. Një përmendes se ku qëndrojnë. Si që të marë frymë gëlltitem të jetë. Jo, po s'e faj. Ka shumë sa fleti moj motor pa pushuar. Një ndër temat kryesore të shenjës së peshqve do të jenë edhe kufijtë të shëndetshëm, kufijtë të shëndetshëm që vjen në lidhje me gjithçka, por sidomos me partnerët e tyre dhe do t'i këshilloj vërtet që këtë ta përdorin këtë moment, në mënyrë që të ndërtojnë lidhje më të shëndetshme për ta, aty ku ndjen të vlerësuar mbi të gjitha. Këtë fundjavë, shenjën e peshqve do të këshilloj gjithsesi që të fokusojnë pak më tepër tek shëndeti i tyre fizik, ndërkohë që javën që vjen do të kemi një rritje, siç e thash, duke filluar te karriera. Okej. Shpejt, 3 shenjat më me fat të fundjavës dhe javës pasardhëse dhe më me pak fat. Okej, unë nuk po e quaj fare ditën e sotme, po. Jo, nga nesër e mbrapa, se sot ishin gjitha bërnut. Po. Dita që shenja që ka më tepër fat, janë shenjat e zjarit, do të kenë duke filluar nga dita e nesërme, shenja shigjetare do të ketë një rritje kolosale, kemi Luanin dhe Dashin. Dashin, pra shigjetar, Luan dhe Dash kanë një rritje fantastike tani në vazhdimsi nga nesër e mbrapa, dhe ato të cilët të jenë pak më të lodhura. Okej, shenja që do të jenë më të lodhura, shenja bricave, sepse ka indikim shumë të fuqishëm tek bota e tyre brendshme, do të jemi shumë të kujdesshëm me çdo zgjidhje që bëjmë. Shenja e gafores, edhe pse ka fat në rritje, gjasa javë mund të sfidohet në mënyrë të dukshme, sepse kemi shëndetin të prekur, e njëjta gjë është në lidhje me akrepin. Shenja e akrepit, po, duke qenë se do të ketë ndikime shumë të mëdha edhe gjasa javë tek shëndeti i tyre fizik, do të këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm. E kuptova. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Shumë faleminderit. E hoqim edhe këtë. E hoqim edhe këtë.